Ta përshëndes komandantin. Ja, e di. Në komandantat. Si e përpara ta bosh makinë. Nuk kemi edhe. Po visi jo, ha. Veç vazhdo për bora. S'është të më për bora pak më shumë. Përshëndetje për gjithë. Përshëndetje. A vazhdojmë tash për bora pak më shumë. Vazhdojmë. Grazie a lui da qua, potremmo fare.
nderuara struktura, të nderuar antar dhe të nderuar simpatizant të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lega e Dragash, të nderuar qytetarë të komunës sonë, ndejoni që në emrin tuaj dhe në emrin tim si kryetar i Degës, spari të përshëndes Presidentën e Republikës Kosovës, liderit edhe basën e listës e kandidatëve të Parlamentit të Republikës Kosovës, gjithashtu edhe kandidate për President të Kosovës. Gjithashtu në emrin tim edhe në emrin tuaj kam deri në respektin të përshëndes edhe liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjithësisht kryetarin e BK, zotin Julian Tëçiku. Ju falenderoj të dyve për prezencën tuaj dhe pjesëmarrjen tuaj në hapjen e fushatës elektorale për në zgjedhjet e shtatshortit. Gjithashtu, duhet të përshëndes edhe të gjithë mysafirët që nuk janë nga komuna jonë, duhet të përshëndes edhe shumë të gjithë kandidatët për deputet nga degët tjera, të cilëve dëshirojmë së ardhje dhe ju uroj suksese në zgjedhjet e shtatshortit. Nderuar Presidente dhe nderuar mirë, jeni duke bërë një punë të jashtëzakonshme. Ju lutem dhe ju jeni duke përduar që ta ktheni epokën e Presidentit Rugova në DPK. Ne e duam këtë epokë, Dragash e do këtë epokë, për arsye se me kohën kur ka qenë president i gjallë, na për herë parë edhe për herë fundit kemi pasur një deputet parlamentit të Kosovës, e kjo është Shako Ranini, cilin e përshëndesim në këtë vend. Prandaj, ne shpresojmë se si ka bërë të kemi përfaqësuesit tonë në parlamentin e Kosovës. Gjithashtu, duhet i përshëndes edhe dyshën tonë të shqetësuese, deputetët tona, të milionja dhe të nderuara, zonë Ari Pasiera dhe Kantina. Vada per Felipe. Besoj që kryetari më i mirë i komunave që kemi Beqeshi Radini e merret nga përgjigje të madhe. E besoj se një do përgjigje mirësor se e meriton presidenti Gjash dhe shtatë e Republikës Kosovës, jo s'posmare gjatje. është vërtet nder të kasia është zakonshme kemi në Dragashtu, Dragashin e njerëzve të firë, e familjeve kulturë, ndeshme, burrave e grave të Sajanës, të bojës e Durrës, që i ka dhënë kaq shumë, jo me Lidhjes Demokratike të Kosovës, por që i ka dhënë kaq shumë, gjithë Republikës Kosovës. Ju falenderoj për pritje të zakonshme. Dragashi është i njohur për njerëz të punëtor, turp, për familje shokta, që kanë bërë të gjatë me tonë me djesën e sakrificë. është i njohur pashtu për një pasuri të madhe që ka për mërgatën e madhe cili falenderoj nga zemra për këtu për Dragashit për kontributin e madhe të dy fitore në Pravazi për kryetarin tonë të komunën e Dragashit.
dhe kështu i bëjmë festë madhe me 7 qershor. Me 7 qershor t'i japim fytyrë e një Republikës Kosovës. Jemi në një fushat qëtëre e Kosovës, mes njerëzve të mirë të djathtë rrugovis, për dërë kushtrimin e madhe të djathtë, kushtrimin e bashkimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kushtrimin e krijimit të shpresës për Republikën e Kosovës, dhe më them një realitet se kjo atmosferë, kjo ngjarje, kjo energji që përgjegjë që andej, përfshirë dhe këtë tragash, po na jep forcë, po na jep zemër, 7 qershori ka qenë ditë e fitores, Lidhjes Demokratike. Se kemi asë të shemë. Mund të jetë një shtet i
për dhomën më të rëndësishme të shoqërisë dhe të shtetit tonë. Dhe ato që për dallim nga shumë komuna të tjera, në listën tonë nga Dragashi jemi 100% grapa, pra të dyja kandidatet dhe ju urojmë suksese në shpresën që do të kemi në mandatin e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Dragashit, të cilët janë votuesët tonë, i kisha duk të qëndrojnë në sallë, kemi 10 minuta të disa qëtët brendshme. Gjithashtu, ju njoftoj se ditën e premte, është mbyllja e fushatës në Prishtinë në ora 20. Në sheshtë Skënderbeu. Ju kisha duk Cada pinzante e já tromba.
Vi kan ju bara notte mie, Di foto? Lütfen. Guarda lo studio per fuori. General Zimazroli nie wycofał i poprosił komandant i cili numrin 35 dhe ponashtu ju kisha kërkuar në mesin e 8 kandidatëve të cilët kemi drejt të votuar jep gjithsesi edhe numri 35 i Zimazrolit. Faleminderit. Kandidati tjetër është nga Suareka, një bashkëpunëtor i ngushtë i ish-kryetarit të Evropës së Suarekës. Ky është Derim Kuçi, i cili momentalisht nuk është këtu, por numri i tij është numri 47, andaj kisha lutur edhe ky numër të jetë në mesin e votë numrave të votuar. Dhe në fund është Fatmir Mehmet, një antar i kryesisë së Evropës momentalisht është edhe drejtor i drejtoratit për mirëqenie sociale në Prizren. Gjithashtu do t'ju kërkoj që ta votoni edhe numrin 88. Numrat e kandidatëve të dini, Anita Smeraj me numër 48 edhe Katrina Krasniqi me numër 83. Jemi të obliguar si deri ta votojmë numrin 1, Gjosa Osmani, numrin 2, Lumira Tixhiku, numrin 20, Shkep Mane, 35 Zimazroli, 47 Derim Kuçi dhe 88 Fatmir Mehmet. Gjithashtu do të numrin 48 Anita Smeraj edhe
Katrina Krasniqi numër 83. I kemi edhe 2 numra rezervë. Se cili nga ju mundën me votu kënë të dojë, se cili për ju shqiparë do një një shok jaron. Në të votoni, po mund të leni edhe me të numra. Gjithashtu, duhet ju rikujtoj se ditën e premte do t'i kemi 2 autobus, njëri nisët nga Dragashi, tjetri nisët nga Zaplugja, përvolare një nisës, atërkore nisët të të njëftojnë për nesniteve të i familje. Faleminderit shumë dhe më me kash ma shumë.